Funde qeveri, funde krye korruptuar, funde krye që është ulur në gjunjë oligarkëve, vendaset huaj, po merr tokën tuaj, po merr atë dheun ton, po e rrethon me televe gjenda. Lexova një artikull tek reporteri që thoshte që kanë dalë 2-3 pronarë që kanë marrë gjithë të tokë. Pyeta fshatarëve dhe ata nuk janë fshati ton. Dhe kjo që po ndodh Vërnec, po ndodh anë këmbë për Shqipëri. Fshatarët, ata që jetojnë aty brez pas brezi, ata po shpronsohen. Po shpronsohen në mënyrë të palishme, po shpronsohen në mënyrë të pamoralshme, po shpronsohen në mënyrë antikushtetuese. Po shpiken pronar nga hiçi në mënyrë që një grusht banditësh, i keni parë kush janë? Bandit zonës, bandit kryeqytetit, oligark, vendas dhe të huaj, janë bërë gjithë bashkë për t'ju spronsuar ju dhe për ta marrë gjithëve ne atë dheun. Nuk është rasti që këtu sot nuk ka asnjë televizion. 5 veta të mblidhen për një protest koptë. Në Tiranë do kesh 10 kamera e 5 protestues. Tu ka qindra banor që kërkojnë drejt e tyre, jetë e tyre dhe televizion të oligarkëve. Ata që na gënjejnë mëngjes drek dark heshtin gjithandej se këtu kush ka përballë oligarkët vendaset tuaj, kastratin e dreqin birit kushterin, mbyll gojën dhe do të marrë zarfin dhe të pasurohet, po se më herë. Pasurohet kurrizin tuaj rreth par, ma dhe kurrizin. Hapësirë pronanesh, duhet të kthehet pronarëve të ligjshëm dhe duhet të kthehet një orë më parë Republika e Shqipërisë. Keni gjithmonë në krah dhe po ju them, ta vazhdojnë të luftë, nuk po luftoni vetëm për veten tuaj, po luftoni për qindra mira shqiptarë që kanë gjithë problemet e ju, që shpronsohen si ju, anë e bashkë Shqipërisë, nga veriu e ju. Prandaj të luftojmë dhe të shpëtojmë sot Vërnecin për shpëtuar nesër gjithë.